Je i ri në Gjermani apo ke plan të vesh në Gjermani dhe nuk e din procesin e administratave se si duhet, ku duhet të shkosh e kështu me radhë. Unë këtë do ta shpjegoj sot. Atëherë, nëse je i ri apo ke plan të vesh në Gjermani, janë disa informacione të vlefshme për ty, kështu që do të preferoja ta ndiqje videon deri në fund. Në momentin që arrin në Gjermani, ke 14 ditë kohë që të lajmërohesh në Bürgerbüro. Bürgerbüro është si të thuash tek komuna që të bësh lajmërimin tënd. Për ta bërë lajmërimin, natyrisht që të nevojitet dokument identifikues, që në këtë rast është pasaporta. Do të thotë, e merr pasaportën dhe shkon në Bürgerbüro. Pastaj e merr aty një Meldebestätigung, einmalige Meldebestätigung. Einmalige Meldebestätigung do të thotë një lajmërim i cili të jepet vetëm një herë në Gjermani falas. Einmalige Meldebestätigung. Me këtë einmalige Meldebestätigung ti zyrtarisht je i lajmëruar në Gjermani. Atëherë urime. Pasi merr këtë einmalige Meldebestätigung, më e rëndësishme për ty është që të nevojitet në një identifikationsnummer. Për çfarë të nevojitet kjo identifikationsnummer? Nëse ti vjen në Gjermani, atëherë kjo nënkupton që ti vjen në Gjermani me një kontratë të rregulltë pune. Dhe me një kontratë të rregulltë pune duhet të hapësh me patjetër një bankë që të marrësh natyrisht pagën. Për të hapur një bankë, e para gjë që ty të kërkon banka është sa ke një identifikationsnummer, pra një numër identifikimi. Këtë identifikationsnumër ti mund ta marrësh nga Bürgerbüro, por kjo nuk jepet menjëherë, por zakonisht pas 1 ose 2 javë. Zakonisht ky identifikationsnumër dërgohet me postë brenda 2 javë, por nëse ti do ta hapësh konton e bankës shpejt e kështu me radhë, pas lajmërimit tënd në Gjermani, pas 4 apo 5 ditësh, mund të shkosh në Bürgerbüro dhe zakonisht nga fundi i javës, nëse je lajmëruar të hënën është fjala, nga fundi i javës ata veç se e kanë dhe mund ta tërheqësh që nga aty këtë identifikationsnumër. Pasi që ta kesh këtë identifikationsnumër, e para gjë që duhet të bësh është që të hapësh bankën, siç e ceka. Pas hapjes së bankës, duhet ta kesh edhe një kompani të sigurimeve. Zakonisht, këtu në Gjermani, shumica e shqiptarëve marrim AOK-n, si kompani të sigurimeve. Pastaj për AOK, duhet para se të shkosh në AOK, është mirë që ta kesh një fotografi biometrike. Fotografitë biometrike, eventualisht para se ta vish në Gjermani, mund t'i marrësh në Kosovë, apo mundesh që të shkosh tek DM dhe ta bësh aty foton, ose ta kesh foton në telefon dhe pastaj t'i marrësh 8 apo 9 fotografi për vetëm 27 cent. Do thotë mos shkonin tek fotografët e kështu me radhë që të paguani shumë të larta prej 20-30 eurosh, vetëm bëni me celularin e juaj disa foto dhe shkoni tek DM dhe merrni 8 nga këto foto për vetëm 27 cent. Këto foto pastaj mund t'i shfrytëzoni në shumë vende, siç janë tek AOK, do thotë tek sigurimi shëndetësor. Këtë foto mund ta shfrytëzoni edhe në momentin kur aplikoni për Aufenthalt apo lihet qëndrimin tuaj. Këtë foto mund ta shfrytëzoni edhe për Deutschlandticket. Deutschlandticket është po ashtu një biletë e cila funksionon me konton e bankës dhe me identifikationsnumër që e keni. Do thotë jo, nëse keni një konto të bankës, atëherë ju mund të lajmëroheni tek Deutsche Bahn dhe mund ta merrni një Deutschlandticket për vetëm 58 euro, ju mund të vozitni në gjithë Gjermaninë me trena të ndryshëm, me autobus të ndryshëm, por të keni kujdes, ICE do thotë trena të shpejtë nuk janë të lejuar në këtë vit. Do thotë për ju, pika e parë, të lajmërohesh në komunë. Kjo është gjëja e parë që duhet bësh pas arritjes tënde në Gjermani. Për këtë ke 2 javë kohë, por nuk do të preferoja që të zgjatesh kaq shumë, sepse pastaj zgjatet edhe procesi. Pika e dytë, pasi ta kesh, shko gjatë javës, merre sa më shpejt. Pika e tretë, duhet të gjesh sigurimin shëndetësor që të përshtatet për ty.
Dhe sapo ta kesh konton e bankës të aktivizuar, mos harro që të lajmërohesh sa më shpejt tek Deutsche Bank që ta marrësh edhe Deutschlandticket që të fillosh sa më shpejt me Deutschlandticket, sepse biletat në Gjermani janë me të vërtetë të trenave janë me të vërtetë shumë të shtrenjta. Me Deutschlandticket mund të jetë gratis në gjithë Gjermaninë, po sikur mos ta kesh Deutschlandticket dhe trenat e thjesht një rrugë, po them nga një qytet në një qytetin tjetër mund të kushtoj nga 30, 40 deri në 100 euro në varësi të biletave. Kështu që është shumë shumë e rëndësishme që ta marrësh këtë Deutschlandticket. Një ndihmë e veçantë për ty është që momentin që ti shkon në Bürgerbüro apo në komunë, ti mund të kërkosh nga ata, zakonisht duhet ta kërkosh sepse nuk ta japin me të parën, duhet ta kërkosh, varet edhe prej personit i cili është aty, ka disa që e marrin me të parën, ka disa që duhet t'ia kërkosh ti. Ti ke të drejtë që ta marrësh një letër, e cila është me një kod, ku duhet ta futesh pastaj në app atë kod, duhet ta bësh Einlösen apo ta aktivizosh në appin e caktuar të Deutsche Bahn ose VVS nëse je në Baden-Württemberg, dhe pasi ta aktivizosh këtë kod, ti ke të drejtë 2 javë të udhëtosh me tren gratis nëpër zonat e qytetit tënd. Do thotë jo në të gjithë Gjermaninë, por nëpër zonat e qytetit tënd. Kjo është një ndihmë zakonisht e madhe për personat të cilët nuk jo është hap akoma konto e bankës apo diçka e tillë, është një ndihmesë nga qyteti i cila i jepet vetëm një herë banorëve të cilët vinë të ri në Gjermani. Pasi ti kesh bërë këto gjëra, ke hap konton, do të thotë, e kështu me radhë, brenda 6 mujorit të parë, unë do të thoja brenda 3 mujorit të parë, duhet të bësh përkthimin edhe të patent shoferit. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse nëse ti ngjet makinën këtu në Gjermani, pas 6 muajve nuk ke të drejtë ta bësh këtë. Si ta marrësh patent shoferin? Apo si ta përkthesh patent shoferin në Gjermani? Patent shoferin duhet ta përkthesh tek Führerscheinstelle. Kjo quhet Führerschein umschreiben në gjermanisht. Do thotë umschreiben quhet procesi i kthimit nga patent shoferi kosovar, shqiptar e kështu me radhë në atë gjermane. Për këtë umschreibung ti ke nevojë për një Meldebescheinigung, quhet atë e merr në Bürgerbüro, jo Meldebestätigung, të cilën të thash më herët, por Bescheinigung. Meldebescheinigung zakonisht kushton nga 10 deri në 13 euro, varet sa e don të thjeshtë apo të detajuar. 10 euro është e thjeshtë, ndërsa e detajuar është 13 euro, cilën do që ta keni nuk ka problem. Ajo është e vlefshme për diku 10 muaj apo 6 muaj, nëse jam i sigurt. Ajo është e vlefshme për 6 muaj. Pasi ta kesh Meldebescheinigung, nëse do që procesi të ecë pak më shpejt për ty, duhet të shkosh tek konzullata e Republikës së Kosovës. Pastaj ju shikoni se ku i keni këto konzullata dhe të kërkosh një vërtetim për vlefshmërinë e patent shoferit tënd të Kosovës apo tek e Shqipërisë. Zakonisht konzullata e Kosovës dhe të Shqipërisë janë në të njëjtin vend. Kështu që nuk besoj që do keni problem. Në Baden-Württemberg është në Stuttgart dhe atje mund ta kërkoni këtë dokument për vlefshmërinë e patent shoferit. Nëse e keni këtë dokument për vlefshmërinë e patent shoferit, atëherë Gjermania nuk ka nevojë që të kontrolloj ekstra për ty tek konzullata apo tek institucionet e tjera kosovare apo shqiptare, kështu që me këtë dokument ti vetë se e ke vërtetuar që patent shoferi yt është real dhe jo fals. Atëherë, merrni Meldebescheinigung, merrni këtë dokument nga konsullata, një foto biometrike, siç e shihni foto biometrike ju nevojiten gjithmonë, dhe duhet të keni me vete 35 apo 55 euro. 35 euro është nëse doni ta fusni në procedurë normale, ku zgjat 3 deri në 4 muaj, dhe 55 euro është nëse doni ta fusni në procedurë pak më të shpejtë, që zakonisht merret për 2 deri në 3 javë, maksimumi 1 muaj. Tek Führerscheinstelle, sidomos në Stuttgart, ju duhet të keni gjithmonë një termin,
shikoni në qytetin e juaj, mbase duhet ta merrni terminin me telefon apo përmes websajteve të ndryshme. Pra, ju duhet të shikoni se si është në qytetin e juaj, sepse unë mund të flas për në Stuttgart duhet të thrasësh që të marrësh një termin aty. Shpresoj që këto informacione të kanë ndihmu, sadopak kur të futesh në Gjermani, thjesht merri me qetësi të gjitha këtu në Gjermani flasin pothuajse në të gjitha institucionet anglisht, por natyrisht është mirë që edhe gjermanishtën mos ta lësh anash, sepse dikur të bëhet gjermanishtja kusht dhe duhet ta mësosh me patjetër. Kështu që është mirë që të kujdesesh sa më herët që përveç punës që e bën, ta mësosh edhe gjermanishtën, që edhe në punë të ngritesh në punë, por edhe për jetën tënde që të bëhet një jetë pak më e lehtë dhe të integrohesh natyrisht. Atëherë, unë të përshëndes dhe nëse ke pyetje mund ta shkruash në komente apo në mesazh. Faleminderit shumë. Shihemi ditën tjetër. Throw your hands up if you with it, drop it.